Në krye të herës ish një zë. Zëri ish me zonë. Zëri, zu, fill, zu, një zanafil. Dhe kështu Tinglon, hynorja këngë, me isën e zos, krijohet gjithçka. Thotë qofsh, e ajo është, qiell e tokë këndojnë një psalm. lindi bir i tokës e qellit, një qëngon, ndinë e nje, kështu njeri, ja në gjithë me emrin, një shmërin ka detyr të gjej. Buqim në bu, CHI, bu, CHI, podcast. Bukur fort. Ndonjëherë për zotin edhe me gjithë këto trafiqet edhe që ngecesh rrugëve, domethënë asnjëherë nuk do lëshoja atë makinën për t'u rikthyer trenave dhe autobusave, se për zotin lart nuk e di. Nuk ma shpifin dhe jo për të bërë snobin, domethënë për të vetmin fakt që edhe kur ngecën trafik e di që je në makinën tënde, ke parasysh nuk vjen hera konserva peshku. Këtë do pyese, çuar situata në Gjermani, domethënë, njerëzit marrin era konserva peshku, që të ndihemi çik mirë për vendin tonë edhe. Jo, fatkeqësisht është na thyn një gjë të keqe rreth Gjermanisë që të ndihemi çik mirë. Gjërat të këqija rreth Gjermanisë, vallai vështirë është, domethënë, pa që të mos tingëlloj edhe unë si ta që thonë që nuk jemi më mirë se Gjermania, po që ideja është se janë disa qytete, për shembull edhe Berlini ku jam unë është një nga këta. U kam bërë pothuajse 8 vite e ca, domethënë me transport publik, si gjithë njerëzit e tjerë, s'ka asnjë lloj gjë të keqe. Por që kur jeton në vende, domethënë që janë jo në qendër, po në periferi ose afër periferive, domethënë, nga që nuk ke mjaftuar shumë kapacitet për të paguar ato që rat brenda. Kur të ngjes treni, vëlla, ke parasysh nuk ke çaj bën, nuk ke asnjë rrugë tjetër, do rish mes shinave, as 2 herë capen, as nuk zbret, as nuk bën. Edhe 1 herë, 2 herë, 3 herë. Pastaj edhe higjiena, domethënë Berlin, Paris, Londër, nuk është se shquhen për atë. Jo, është gjëja e fundit, domethënë bile mund të shohësh gjëra që vërtet të mërzisin, domethënë ka pasur njerëz që janë kthyer për këtë arsye, sa për t'i dhënë një çik shije kësaj gjë, po gjithsecili ka ato gjërat e veta. Po nese, mirë se erdhe Dario. Mirë se të gjeta. Faleminderit që e gjetë kohën. Faleminderit ti. Shumë qefi. Edhe mua. Ç'kemi? Ç'a bëhet? Një film i ri. Merremi me një qendër kulturore të re, që quhet Shoqata Kulturore Artistike Colli Dromeno. Atë si ambient e ka sajuar, e ka rregulluar i mat në fakt. Se është në profesion në pjesën e kulturës ose artit, po ka qenë gjithmonë kështu afasionado. Nuk është se po e komercializojmë, e kemi si hobi familjar, le të themi. Lagjes time që është i lagje, po themi, ishte e mbaruar deri para pak muaj që filluam bënde ca rregullime këtej. Çfarë lagje po flasim apo nuk? Kino studio, okay. Kino studio sa që një shtohet dhe një ambient kulturor, një ambient alternativ, se vetëm të pish kafe në për kafe të ndryshme, një kafe e pinë në mëngjes tek njëri, një kafe e pinë masdite tek tjetri, ka që jeta kulturore. Po mos të dish se ku kërkon. Po të dish se ku kërkon, ekzistojnë këto mundësira të reja që po mundohemi t'ia ofrojmë vetes së radhë të parë, po edhe njerëzve të tjerë, pse jo.
Po, si lindi si ide, se unë kam parë në mos të gaboj në Instagramin tënd duhet ta kem parë diçka relevante, edhe ishte pa dëgjuar për mua. Në fakt nuk e dija që ishte diçka e rekrijuar, thash mos ishte një diçka që ekzistonte prej vitesh, e thjesht u bëre pjesë. Më tregojnë çik për këtë. Ka qenë më shumë thjesht dëshira e Timati në fakt. Ai punon shofer day to day job, po themi, vjen mas dite, punon aty rregullon çik se nuk i rrin duart. Është prindi tipik shqiptar, babai tipik shqiptar, i han brirët. Bravo, mirë the. Kjo e han brirët, paktën e ka me një gjë që ka lidhje me kulturën, me artin. Edhe ka fatin që i ka fëmijët që merren me këtë punë. Edhe unë filma dua të bëj, po filma dua edhe të shfaq, se ja e bëra filmin. Mua në projekt, sipas projektit që bëra këtë filmin, ato lekë që mora nuk ma llogariste njëri as premierën, as kineman, as koktelin, as mirëpritjen e njerëzve, as karriga, as një karriga si gjë. I kam vetë këto mundësi tani, mund të quhet një lloj mini kinemaje, edhe mini teatri, edhe mini vend për performancë, ndoshta edhe për stand-up në të ardhmen. Është mirë kur e ke një vend të tillë vetë, se nuk është se të duhet pastaj të marrësh jo po mike, jo po vendi, jo po etj. Duhet thjesht çik durim me njerëzit, se mund të jetë çik larg nga qendra, po ja vlen. Tash nuk do vëmë të gjithë në qendër për ose bam të gjitha qendrat. Kino studio është teknikisht Hollywoodi shqiptar. Edhe Hollywoodi në Kaliforni nuk është në qendër të Los Angeles, nuk është në qendër. Ashtu t'ia vëm titullin këtij episodi, Kino Studio Hollywoodi shqiptar. Po inshallah ashtu bëhet, se është Marubi, është arkivi i filmit, ka qenë Ministria e Ekonomisë, është teatri Zonja e Bujtinës, është dhe kjo. Pra ka disa alternativa kulturore, po themi. Po si u erdhi ideja për këtë? Nga hiçi. Mund të qenë ndonjë ide dormante e fjetur nga dal, ose edhe nga nevoja në fakt. Duke parë që jam i përfshirë, kam bërë dhe podcaste, po i kam lënë etj. Nise. Duke parë që jam i përfshirë në botën e spektaklit, duhet një ambient i tillë, le të themi, dhe mund ta shfrytëzosh në mënyra të ndryshme. E kuptoj. Ishte e vështirë plak nga ana teknike ose nga gjetja e vendit? Pa kemi bërë avash, është bërë shumë avash ndër vite, edhe jo vendi është joni, domethënë. Thjesht kemi zgjedhur mos ta japim me qera. Kjo është. Pra po sakrifikojmë një vend duke mos e dhënë me qera për ku diu Marangoz ose Furbuke ose farmaci. E po e mbajmë kështu për kulturën dhe për artin. Shumë gjë. Kur e keni futur në punë tamam? Mund të ketë një vit ndoshta. Datën e premierës fikse nuk e di, po në punë është tani domethënë. Me filmin tim që mori dhe çik më shumë jetë, 2 shfaqje, në datë 3 është një shfaqje nga ora 10-11 e paraditës, pra të dielën tjetër si bie, pres një klub arti të rinj, që unë se dije që ekzistonte, po ja shumë mirë që ekzistojnë këto gjëra. Këto gjëra të vogla domethënë sikur të mbajnë çik me shpresë që mos t'ia fusësh vetes bam, Për juve që dëgjoni podcastin nga platformat free njerëz, shfaqja për të cilën Dario fleti bie nesër. Ky podcast del datën 2, datën 3 është shfaqja. Kështu që do t'i lëmë edhe ato shënimet vendodhin në për description si në YouTube si në Spotify që mund ta gjeni kollaj fare. Po. E kam dhe në YouTube për ata që përtojnë pastaj. Është dhe në YouTube. Filmin e kam titulluar Rock e dritën ose anglisht Seize the Light, ose Carpe Lucem si i bie latinisht. Nuk e di a kemi folur bashkë për filmin e kaluar The Echo që kam bërë, që e kam bërë në Malë të Zi me materiale arkivore nga arkivi malazez. Edhe përdoret diku Atë unë nuk kam parë. Unë kam parë Dario një diçka, ajo bota Darios, nuk e diçka tjetër. Atë e kam parë. Autoportreti, ajo që më ka pëlqyer shumë, por këtë Ekon e mbaj mend që jo në podcastin e parë, por nuk e di se kur kemi shkruar, më duket që ma ke përmendur, edhe pastaj ka ikur pastaj nga duart. Është domethënë vazhdimsi e The Ekos, po gjithsesi nuk ka rëndësi ta shikosh njërën para apo tjetrën pas, domethënë nuk është se është me pjesë. Po si linjë, si teknologji, edhe si zhanër, pra si zhanër i realizimit quhet Renaissance Collage film, pra film kolazh teknika rilindase, kështu quhet më duket. Në Wikipedia kështu e thot faktën.
Dhe në qoftë se tek filmi me materiale malazeze unë mora 40 filma dokumentar dhe kronika dhe bëra një film 40 minuta 30 sekonda, kësaj radhe ka marrë 98 filma nga arkivi shqiptar, edhe ka dalë 30 minuta, 30 ca minuta diçka e tillë. Në të ardhmen po do ta bëj prap, do ja shtoj çik tash në numër, ta bëj me 1000 filma dhe ta bëj 50 minuta. Dali diçka kështu. Dali goxha ekstravagante. O të shtjellohemi çik te kjo rocket dritën me që në mëngjes dhe ekos. Unë e pash, po edhe ti për atyre që i thej për ata që përtojnë etj. Unë mendoj që gjithë ata që minimumi që jetojnë në Tiranë dhe kanë interes të shohin gjëra të tilla, duhet me se s'bën ta shohin mundësisht me njerëz të tjerë rreth i qark edhe përpara një ekrani të madh, domethënë sepse unë e pash 2 herë, domethënë se për mendimin tim unë e pash 2 herë, edhe pash 2 herë radhazi, për faktin se është pak ndonjëherë, domethënë të linja ato pyetje që ore dale, e kuptova mirë këtë që mos do ta shikoj prap, thonë njerësia interpretova vet, pastaj po çfarë do të thoshte ai? E ke parasysh janë këto gjëra që gjithmonë njeriu i ka me veten kur shikon gjëra të tilla dhe me vëmendje domethënë, kështu që unë do të sugjeroja gjithmonë njerëzve që gjërat e tilla ti shohin në një ekran të madh me njerëz të tjerë që mundësisht direkt mbasi ta kenë parë të fillojnë të diskutojnë pak me njëri tjetrin. Ajo është e bukur, le të themi, e ke parasysh mund të shohësh tash Chuck Norris në shtëpi, ke të hash kokosh ka çokoladata, e kupton, po nuk ka të njëjtin efekt se sa të shohësh një film ku dëgjon tani. Që është që të bën vërtet të mendosh ndonjëherë edhe në mënyrë aktive çka ka ndodhur, domethënë për zhanre të tjera, por edhe në mënyrë pasive, domethënë që shife çfarë është, pse, qysh, tek jemi, si jemi, pse jemi, ku po vemi, këto gjëra domethënë. Për mua është kompliment shumë i madh që e pas ke parë 2 herë, po edhe ke jashtëzakonisht shumë të drejtë. Në përgjithësi filmat që kanë një lloj qëllimi artistik nga mbrapa, po themi filmat jo të dizenjuar jo vetëm për qëllime komerciale, duhen parë nga 1 herë, nga 2 herë dhe me njerëz dhe në ekran të madh. Kjo ka edhe një arsye tjetër pse duhet parë në ekran të madh, sepse janë gjitha xhirimet të kohës së Enverit, po themi, nga viti 45 deri në 94, deri në 94 një ka marrë, po themi. Se do të pyesë, çfarë formati është ai? 3x4 si 4:3, po. 4:3. Po sa mund të kenë qenë edhe kështu formate të tjera, po normalisht në 4:3 ishin shumica dhe ka dalë ashtu. Dhe duke u qenë se janë të xhiruar në pelikul që të gjitha, dokumentare dhe kinokronika kryesisht, nuk është se përdora për shembull film artistik të gjatë, ka një tjetër element, ka një tjetër dimension ajo mënyra se si xhiroheshin gjërat në pelikull, xhirohej që mos ta shikoj vetëm në televizor, ta shikoj kryesisht në kinema ose në një ekran goxha të madh. Plus ka dhe disa veçori drejtorët e fotografisë dhe kameramanët, operatorët që kanë punuar tek të 98 këto pjesë filmike pas kanë qenë shumë lart, domethënë. Ti shikosh në ekran të madh është edhe më nderuese për ta se sa thjesht ta marrësh aty ke ekrani i vogël i celularit apo i laptopit. Shko, ore, thënë këto, domethënë të gjithë ata që nuk e kanë mundësinë, domethënë minimumi edhe kur ta vendosin në YouTube, do të sugjeroja gjën që e bëra unë herën e dytë, që s'e bëra herën e parë, ishte gabimi, është minimumi vendosni kufjet plak. Vendos kufjet në momentin që e shef, bëje full screen, baje sa më afër, në prerë mbajta unë në krevat, domethënë baje sa më afër të mundësh ekranin edhe vër kufjen që të futesh pak ajo. Mua ndjes më la aty nga mezi kur filloi ajo muzika e shpejtë, domethënë që ishte disi moderne, domethënë, edhe kur kaloi prap pastaj në atë ambientin epik, më dha një shije si quhet ai filmi e burr, po e googlova prap me ata majmunët që bie ajo gjëja 4 orë që është shumë filmi 2001 për dia po e shihim. 2001 Space Odyssey. Një nga filmat më të bukur. Një nga filmat më të bukur, domethënë, edhe mua më la një shije të atill, domethënë, dhe nuk e di qëllimin tënd, edhe në mënyrën më respektuese të mundshme, as nuk më intereson me qëllimin jot, pavarësisht se do të pyes për të vetmi fakt sepse unë nga si blone pash nga kjo ja ku po jetojmë tash, ne shqiptar s'bëhemi, ne nuk dim, jemi të këqinj, të tjerët janë më mirë, nuk do bëhemi asnjëherë. Kur shikoj ato gjërat, domethënë, që ishin të shoqëruara në mënyrë aq magjike nga ato reshtat, domethënë që një herë e kuptoj që në fillim, pastaj donte trupi domethënë ta bëje kështu, kthej mbrapsht, unë s'doja se s'do të prisja vazhdim, domethënë, prandaj e pasha të 2 herë se nuk doja ta ndërprisja.
Edhe në qoftë se je i qetë, e kupton, nëse nuk ke ndonjë problem madhor dhe je vërtet e ke ndarë mendin që të shikosh filmin plako, të vë një çik kështu, të vë që Po, për aq rrojmë në regjisor, domethënë po pati një dhe po pati një sy çik të vëmendshëm filmi është sukses, plak, se është shumë gjë e vështirë. Domethënë montazhin vetëm më kam bërë. Po, më kanë ndihmuar 4 kompozitor, po i falenderoj edhe me emër Silvester Shoshi, që by the way iku në Amerikë, pra një nga stafi im ka ikur në Amerikë dhe sa stafi, 7 veta. Come on. Ë? Silvester Shoshi, një nga kompozitorët, Ilir Luka, Ivia Bazi dhe Sergio Beqo, 4 kompozitor. Adrian Guri ishte punuesi i zërit, që më ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë, edhe duke më dhënë një çmim pothuajse simbolik fare. Por që e kishte, duke qenë se pa filmin para mbarimit nga ana e soundit, i pëlqeu si gjë dhe vendosi të më ndihmonte. Këto gjëra sikur të gëzoj një çik. Të trishton largimi i kompozitorit për SBA, por të gëzon fakti që një bashk, një koleg i joti në këtë punë është i gatshëm edhe të ndihmojë edhe e pëlqen si gjë edhe e vlerëson edhe është i gatshëm të bëj 2 hapa më shumë. Këto janë gjëra të bukura, domethënë normalisht flasim për le të themi nga ana financiare për gjëra të vogla, po thuajse mos përfill se gjithë është me sa kuptoj unë domethënë haku punës më shumë dumi edhe durimi, domethënë për të bërë gjithë punën sesa edhe ma hamendja se pavarësisht se do ishte diçka shumë e bukur, ti nuk është se e ke nisur atë projekt për të thënë unë me këtë do mbyll jetën, e ke parasysh, është diçka që unë ndjeva e bëra edhe të shohim tash çfarë doli në shesh, domethënë mua këto gjëra më duken më fantastike se sa çfarë do lloj filmi tjetër që qarkullon lart e poshtë me ujë thiza në vende për të marrë ato. Janë ato skenat që nga që ka sponsor X farmaci, edhe kot në mes të filmit i duhet që të blej oki. S'ka lidhje fare me skenën paraardhëse dhe pasardhëse, por shkon personazhi dhe merr një oki kot. Megjithse do ta kesh parasysh, o vlla, po të paktën vendose në brenda storit, domethënë se bota bën edhe bota reklama Coca-Colës, cigares etj, po bëhet personazh cigare për shembull, bëhet personazh Marlboro-ja, bëhet personazh Coca-Cola. Është storyline-i, është historisë të përcjell me vete, nuk ta bën dë, na shikoj lajthiza, bli lajthiza. Blen oki dhe pastaj vazhdon skena kot, pa lidhje. Pjesë mbledh sponsor. Ajo, shiko, mendoj që është aftësi me vetëre të atë, le të themi, sponsorin ta fusësh ta bësh pjesë, domethënë të vërtet mund të kërkoj. Për shembull, janë një film që do më duhej me 1 miliard sponsor, a? Mënyra si do e zgjidhe unë atë, e ke parë filmin They See, që është ai tipi që vendos ato syzet, dhe sa herë vendos syzet, për shembull një reklam e madhe atje në Manhattan, në New York ku është atje, ai vendos të sytë dhe shikon realitetin ku reklama për shembull mbi është i vjetër si film. Viteve 8 vjet, shikon për shembull një reklam mbi X gjë dhe aty thot obey, kur vendos sytë shikon obey. Një reklama tjetër që bën fjalë për fast foodin, kur vendos ky sytë lexon consume, edhe shikon edhe disa njerëz që nuk janë njerëz me vërtet, po janë kështu si tip lizard people. Ai kupton domethënë me një vështrim artificial kupton realitetin e gjërave që janë reklama, po nuk janë ashtu siç duket. Janë reklama për produkte, por janë në fakt brainwash i vazhdueshëm që ti të konsumosh, të riprodhohesh, të paguash taksa, të bësh një sklav i idej etj. Edhe ku do dila me këtë unë e harrova. Nuk ka problem. Jo, ideja është që unë duhet të pyet çik nga ana se ti fillova të ma thuash, domethënë me 4 personazhe të tjerë që kanë të ndihmuar, që i falenderoj me reklamo do t'i vendose si puna këtij filmi, po këtu doja të dilem, fal. Po. Tani sa e vështirë është të mbledhësh këto materiale, plako? E para punës materialet po të ishin në 4K do dukej filmi jashtëzakonisht shumë më mirë. Po arkivi i filmit më ndihmoi me marrjen e materialeve, ama i mora në HD, po themi. Sa në 1080, sa në 720. Për t'i parë, janë të gjitha free online, po kanë atë logon e previews dhe paguan diçka
për t'i marrë pastaj ato sekuencat që do t'i. Tash kjo është pjesa sa e lehtë është që qytetarët ose artistët e tjerë të kërkojnë arkivin edhe të duan të bëjnë dokumentare, filma e tjerë. Sa e lehtë po e vështirë është që t'i gjeja unë, duhet dish se çfarë po kërkon. Edhe është e vështirë, sepse mund të shkruash aty valle e zë, mund të dalin 8 milion rezultate dhe ecë filtroj ti ato kur ke 2 muaj kohë për të filtruar. Këtë dua të kuptoj domethënë. Se ne nuk marrim vesh nga asnjë gjë si populli i thjeshtë domethënë, se si ndodh kjo gjë aty. Tani nëse ti e ke bërë atë skenarin edhe thua që këtu valle, këtu dele apo dhi apo tjerë. Skenari bëhet gjatë kohës se ti fillon të shikon materialet edhe të ngacmojnë planet. Dhe do ta kesh sigurisht diçka, një element, diçka kryesore, do ta kesh të kokë. Në rastin tim, elementi ose tema e filmit ose subjekti i filmit mbi të cilën ndërtohet si struktura e një varke është larmishmëria e folklorit ton. Ktu e kisha të thjeshtën, të kollajt, që të gjeje se shkoj folklor, etnografi, valle popullore. Këto janë keywords-at që shkruaj dhe hap festivali 74, festivali 64, festivali 54. Një ditë parë gjitha 600 filma me radhë, me festivale, me folklore, me figura të rilindjes, ku diun, dokumentare mbi atë Shtjefën Gjeçovin, dokumentare mbi Fanolin, gjëra të tilla. Pra, ti e di se ku mund të ndodhen ato gold nuggets-at, edhe një ti marr, i filtron, i fut në një për ta pasur me kollaj, nëse se ke memorien shumë të mirë, i fut në një listë tek Wordi ose tek Exceli, edhe kur të duhet pastaj ky plani këtu pas ka për gjetur zog, pas kam plan me zogj, pas kam një këtu. Edhe e bën atë gjë. Unë kam ndihmuar edhe fakti që kam punuar edhe në arkiv private, arkiv me dokumenta, edhe më është dashur domethënë që të kem një lloj sistemimi të materialeve që më kalojnë para syve dhe kam pasur çik më të kollajt. Po mendoj tani domethënë t'ja jap njerëzve si form workshopi. Njerëz që kanë qejf të bëjnë filma, por nuk kanë mundësi dhe mjetet për ta xhiruar vetë, po themi, ama dinë se si të tregojnë një story, dinë se si ta rrëfejnë ngjarjen. Kjo është mënyra më e thjeshtë dhe më ekologjike e mundshme, sepse riciklon materiale të vjetra. Mund ta bësh me arkivin e filmit ton, që janë filma të xhiruar kohës e mirë, mund ta bësh me kaseta. Merr kasetat, ose DVD që ke pasur i vogël. I merr ato dhe ndërton një ngjarje, i zhvesh komplet gjithë imazhet nga konteksti i tyre, i vlerëson për atë që janë dhe kur i lidh pastaj bashkë një imazh maci këtu dhe një imazh njeriu nga një film i 10 viteve më vonë, krijojnë një efekt të caktuar. Po mirë, po kjo është punë, sa orë punë janë këto? Se ti po thua tash dalin 8 milion firma, pastaj 200 do i marrësh, do i shohësh, nga ato 200 do zgjedhësh 60, ato 60 do i marrësh, do i coptosh ça. Nuk kalova kot në burnout, unë po them kam punuar 12 orë për 2-3 muaj, 12 orë në ditë për 2-3 muaj. Edhe kështu domethënë. Po edhe pa u çuar, ose edhe në natën. Është vështirë, është një nga profesionet më stresuese. Bashkë me kirurgët, besoj edhe me inxhinierët. Ore, po nuk është se po shpëtoj jetë, se tash i fut regjisor, aman, është luks filmi është luks në fund të fund, nuk është do vdesë njëri po zbra una filma. Po mirë, tash si profesion është goxha stresues. Do të pastrojmë të gjithë kanale që të na quhet jeta. Po edhe pa filma jeta nuk është shtyhet, se tani që i kemi parë njerëz sidomos, po të na e heqin ndodh diçka në turnin ton. Tani ti imagjino ka që po thua, s'është më e vështirë se ata tjerë, po edhe ai që hedh beton tër ditën kur vetën në shtëpi s'ka ç'a bën, ka parasysh t'es çik me të shikoj një film dhe ç'a do bëj tash, do ta heqë çik mendin, e kupton, kështu që duhen të gjitha. Unë kam çik bezdi kur thonë njerëz që po s'është më e vështirë se ka. Gjithë secili ka të vetat, e ke parasysh, nuk krahason. Nëse ke një herë me pasion dhe i kushtohesh seriozisht, pra nuk është se e morë këtë projektin e ministrisë edhe thjesht për të marrë lekët, hajde kalo rradhë, se mund ta bëj edhe ashtu, po nuk di të bëj ashtu më vëlla. Unë i kam zilin njerëzit që marrin një projekt në dorë, marrin ato lekët, e bëjnë në mënyrën më të lirë të mundshme, nuk kursejnë 99% atyre parave të tjera të fusin në xhep, e paraqesin atë produktin para 1000 e ca vetë, mirë njerëzve dhe thonë bëra unë këtë dhe pa pikë turpi produkti një gjë skandaloze. Nuk po flas për film.
po flas për jo vetëm, evente, gjëra që bëjnë, projekte. E disa projekte bëhen këtu në Shqipëri plako? Po jo, projekte që janë bërë rrugë, shkolla që bëjnë atë rrugë nga 10 herë, filma nga 8 miliardë herë, dhe akoma nuk i shikojmë tamam, ose edhe po që se është filmi për të parë, nuk shikohet me sy. Ose ekspozita. Nuk e pse ti kesh zili ata njerëz si në mënyrë serioze, si në mënyrë sarkastike, sepse si ta bëj më duket më vështirë kjo, domethënë të gënjej para sistemit për të bërë një çikërrim lekësh më shumë, se sa po ta bëj seriozisht. Kështu që nuk është vështirësi, është kështu që ose bën ose se bën. Janë disa njerëz domethënë që nuk kanë problem fare domethënë të sakrifikojnë anën e tyre të pastër e sublime domethënë vetëm për nesër edhe për pastaj. Dhe kanë parë njerëz që kanë krijuar një lloj reputacioni artistik. Po vjen puna pastaj shkojnë 70 vjeç e i shikon në ca projekte komplet idiote që i kanë bërë thjesht për arsye ekonomike, thua që ky ose është jashtëzakonisht kaq i varfër, domethënë, në 35 vjet, 60 vjet sa ka punuar, nuk ka arritur dot të mbledhë as 1 milion lek tiket mënjansa që detyrohet të pranojë një reklam idiote ose një film akoma më idiot, ose ka diçka që shkon me këta persona dhe i kanë lekët dhe prap pranojnë çdo lloj gjëje dhe janë gridi. Mendoj se kjo e dyta është më shumë. Mendoj se kjo e dyta është më shumë sepse do të kanë vënë si do vdesësh ti. Si do të vdesësh duke u mbajtur mend si personi që ka luajtur ke 8 milion filma të bukur, po filmin e fundit e pati një skandal komercial që shihet me sy. Nuk e di. Se shiko, kemi edhe një pjesë të madhe, domethënë që nga njëra anë mirë bëjnë që i provojnë, nga ana tjetër është pak weird, se nuk dalin produkte të mira, por që duan të provojnë diçka, kupton si jam, domethënë që është sulmues i mirë, nuk domethënë që je trajner i mirë, domethënë edhe për faktin se ke qenë një aktor vërtet i talentuar, jo domosdoshmërisht, mund të japi një përparësi në krahasim me të tjerë, por jo domosdoshmërisht të bën një drejtues apo një regjisor, domethënë të talentuar që nxjerrë diçka. O tani se ne kemi shembuj që vijnë nga portokallira e gjëra domethënë edhe kanë nxjerr filma sa që nuk shifin me sy, sa që janë okay. Në një tek tu në një gjë që ecën shumë, po që më shumë i shet marketingu këtyre sesa cilësia vet. Mendoj unë domethënë. Po dakor, është okay, deri diku ashtu e kanë qenë ta bëjnë jetën. Që filmi biznes nuk është sekret, edhe Hollywoodi mbi këtë parim vepron. E kanë fjalën tek dinjiteti artistik olla. Ai është i afta bëj tash dallimin midis një filmi të dobët dhe një filmi artistik dinjitoz. Nuk ka pse të jetë gjithkohës i gatshëm për të bërë çfarë lloj gjëje. Jo, mund të vijë momenti të thuash, jo, nuk e bëj këtë se kam çikci, kam çikse. Nuk e kam fjalën për ndonjë. Pse e bëre këtë? Ti pse e bëre këtë? Kjo mua tani më intereson edhe është thjesht për qefin tim. Unë pash një thirrje të ministrisë për fonde. Propozova me këtë idenë e filmit, duke qenë se isha bërë dhe një herë në Maltëzi, e dija shumë mirë se sa lek do më bënte, çfarë do më duheshin, çfarë stafi do më duhej, sa kohë do më duhej etj. Pra e kisha marrë dorën se e kisha pasur një eksperiencë të mëparshme. Tema e aprovimit të fondeve ishte trashëgimia kulturore dhe është diçka që mua më intereson gjithmonë, ne kemi diskutuar edhe në podcast e tjerë kur ke bërë pyetjen sa nga ana nacionaliste, nga ana patriotike si jam, që po them nuk jam nacionalist, po trashëgimin kulturore, mitin, folklorin, vallën shqiptare, këngën shqiptare e dua jashtëzakonisht shumë. Shoqëroj kësaj që ishte edhe 80 vjetori i genocidit Çam dhe pata një 2 fjalime, një në parlament dhe një tek varrezat monumentale në Kloqe, pra isha xhana atë të pyes sik më vonë pra. Isha gjana atë mindsetin e trashëgimisë kulturore, pra të parit të gjërave të vjetra, gjërave folklorike, le të themi. Isha në atë dashurinë mbi gjën popullore, mbi gjën kulturore shqiptare, dhe u futa dhe bëra film, se ai është mediumi im në fundit. Po bëj edhe stand-up, po është mediumi im kryesor që dua Po Dario, po shiko, më duke shumë e thjeshtëzuar kjo, të paktën mbasi kjo ka qenë arsyeja për çfarë ke bërë ti, po mua më duket të ka dalë edhe një produkt tjetër përveç asaj, se kjo mendoj se maksimumi gjysma e filmit në sytë e mi ishte pjesa folklorike, domethënë dhe trashëgimia e tjerë, po
Nuk e di plak, ato rreshtat e parafare, kush i ka shkruar? Rreshtat on. Ka dem plak. Rreshta LSD-je një moment atje. Tash aty është ide, ta bëj të çik tripi, çik se për prezin e ri. Ishte goxha tripi. Se për prezin e ri të rritur me video TikTok, nuk është se ja merr dot kollaj. Di si më dukeshin ato mua? Kam dëgjuar para ca kohësh disa recitime, edhe pastaj disa këndime ungjilli në mirë, arvanishte. Të vjedhura nga Bibla dhe Kurani ka aty plot. Për shembull në krye të herës ishte një zëri ishte me zonë, me Zotin. Jo për përmbajtjen, po them nga mënyra se si ato thuheshin, shqiptimi, tingulli, timbri që i jepej, domethënë, kam dëgjuar disa recitime arvanite, të Athinës, të Peloponezit, domethënë, edhe se si këndonin dhe ata ungjillin atje, domethënë, dhe ishte për çudi, domethënë, të jepte disa gjëra kështu. Ja se po u bëm edhe si i thon të bukur shqipas, kështu si të nduese o plak që e ka një gjë sublime te këto gjuhët e vjetra. Po prandaj dhe un jam pro përkthimit të librave të shenjtë në dialekt sidomos. Është ndryshe Bibla kur e ke në gegnisht të Kristoforidit dhe toskërisht po të Kristoforidit, ose Ungjilli Mateut në arbëreshçe që është online. Arvanita se kam lexuar, se ndoshta është me gërma greke, po se kam lexuar, ti jep një tjetër lloj ndjesie kjo gjuha e vjetër, se ka një lloj vimësie brez pas brezi, është më e vjetër se sa ty, është më e vjetër se sa gjuha standarde që flasim ne. Bëjmë edhe ne në kokë, domethënë, po ti jep një farë lloj dhëmshurie, kështu dashurie, domethënë. Po ka diçka më që të lidh, se edhe un kur dëgjoj një plak që flet me dialekt çam, më jep tjetër ndjesie, edhe pse as babim as gjyshim se kanë ditur dialekt çam, dialekt Tirana kanë folur. Po ka një lloj ndjesie. Ajo është magjia e gjuhës shqipe, domethënë, në larmishmërinë e vet, të përcjell një lloj gjendjeje të lashtë, sikur të lidh me botën e shpirtrave, sikur të çon prapa në kohë, si time capsule. Këtë po them, domethënë, se ti po thuaj që është folklori, tradita e tjera që janë të përcjellura aty në parafare. Janë shumë termisme, ja kam ngrënë hakun disa, ndoshta mund të kem ngrënë, por nuk është si kam kështyrur fare nga janë. Mund të kem kështyrur më vonë. Po them që skena, domethënë, shumica e tyre për persona të thjeshtë, si puna ime, domethënë, janë të papara. Unë s'kisha parë ndonjëherë fare, domethënë. Dhe nuk janë shfaqur. Për shembull ato me një nga kompozitorët vuri re, për shembull pjesën me kafshët e pyllit, kafshët e egra. Se për folklorin, për folklorin mund ta imagjinoj se kanë bërë festivale, bënin festivale folklorike, por që ka pasur dokumentar mbi gjën e egër në kohën e Enverit, habiteshin një uçne. Edhe kujdes, dokumentarët e kohës së Enverit janë, por nuk ka asnjë imazh ylli komunist, asnjë imazh në lidhje me komunizmin, është komplet e fshirë, sepse ata që i kanë regjistruar ato, që i kanë xhiruar ato, ata janë zotrinj dhe zonja që janë artistë, që kanë pasur një punë në shtet në atë vend në institucion që quhet Kino Studio, dhe i jepnin shpirtin për atë punë. Çfarë lidhje kanë me komunizmin ata? Se këtu janë ata idiotët që thonë ti bëjmë ban gjithë firmat e komunizmit. Më falni valla tash. Janë bërë gjatë komunizmit. Ajo është idiotësi, e di çfarë bëjnë ato, ekzistojnë. E hedhin si shashka. E di që ekzistojnë, kanë pasur debate me të tjerë. Edhe bëhet debat atje në sy televizive, edhe e marrin me gjithmonë pastaj. E di sa ignorant janë në sytë e mi këta lloj individë, për të vetmi fakt se në qoftë se ti këtë e konsideron të dëshë, sidomos ata filmat që janë me përmbajtje, domethënë që janë edhe rof partia etj. Në qoftë se ti vërtet ke, le të themi, një lloj meraku se apo çapo i ndodh fëmijëve dhe brezave të rinj, mund të bësh edhe një skenë ose një fjalë hapse ose mbyllse, domethënë. Disclaimer më dha. Në qoftë se po tashi, ti ajo është dha ti heqësh 80% e deputetëve ish komunista nga filmi të prishi punë ty. Ore, është dhe psikologjike kjo, se i madh për shkak, ti heqësh filmat shqiptar, është ti zhdukësh një pjesë të nostalgjisë së vet. Normalisht. Edhe shumë nga brezi prindërve tan mbahen gjallë nga nostalgjia vëlla, nuk janë fare të kënaqur me realitetin që jetojnë sot. Shumë pak. Shumica e njerëzve jetojnë në të kaluarën në këtë vend. Është vend i frikshëm nga ana psikologjike, gjë shumë e frikshme, ti jetosh gjithkohës në të kaluarën, me idenë që se ka qenë më mirë mbrapa, çdo gjë që bëhet sot s'është gjë, edhe ku të gjej në një memorie
edhe ndonjë kujtesë. S'u mundoj valla. Po t'ja zhdukesh tek kjo shkatarron këtë vend. Po ta zhdukesh tek kjo shkatarron. Okej, do shohim farmacin dhe okej do shohim domethënë çfarë shohim, se kjo është më shumë si pyetje o Dario. Është edhe si pyetje. Çfarë do shohin njerëzit valla? Ç'a mund të shohim nëse ti për shembull nuk kesh më shumë informacion se sa kam unë tjetri, domethënë se ne jemi edhe një çik larg, e ke përson, po jam i bindur që edhe shumë që jetojnë në Shqipëri nuk e din, domethënë a prodhohet ndonjë gjë, as prodhohet ndonjë gjë, çka ka. Dy emra të famshëm tash, këto vëllezrit Vesha që bën film, edhe Ermal Mamaçi, ndonjë person që ja ka parë këtë film, le të më thotë për çfarë flet filmi pa e parë prapë. Le të më thotë thjesht për çfarë flasin këto dy filma, pa e parë prapë. Ti e ke parë? Unë të Veshajve jo, po kam parë një nga ato. Po për çfarë flet? Mama Mamaçit. Se di plak, e mbaj mend që ishte në Tropoj diku, që fliste me atë gjyshin e tij, kaq më mend ndonjë film. Pikërisht. Pikërisht, kurse filmat e tjerë, unë e di për çfarë flet dhe Tomka dhe shokët e tij, e di për çfarë flet Dulkuqe mbi mure, e di për çfarë flet, ku diun, Zemra nënës, ku diun. Po edhe këto filmat çik më vonë nga vitet 90 të Gjergj Gjovanit, që kam pas profesor. Un kam filluar tash, domethënë, kam gjetur disa faqe që japin inserte të vogla në Instagram nga filmat shqiptar, domethënë, dhe kam vënë që shumë nga këto materiale që këta japin janë shumë perfekte për meme plak, është material free. Filmi shqiptar atë ka pasur batutën që të ngelet në mendje. Pra, protagonisti ose edhe një dytësor, s'ka rëndësi, thot diçka që të ngelet në mendje dhe në atë moment po me urën çpatën. S'pun ju prishte. Bravo. Të tilla gjëra. Këtë ka pasur kinemaja shqiptare që nuk e kanë kinema të tjera. Se ne kemi marrë nga neorealizmi italian, po themi, si zhanër, dhe nga sovjetët, pra nga bloku lindor dhe nga aq blok perëndimor sa kishim neve mundësi, që ishte Italia. Këto dyja kemi marrë, por çka kemi shtuar nga vetja jon, këtë hi dhe prit që e ka populli shqiptar. Dhe këtu bëhet dallimi, domethënë cili është film shqiptar, cili nuk është film shqiptar, po është thjesht film shqipfolës. Filmi shqiptar ka disa nuanca teknike që po të rish ti studiosh. Ti ke menduar ndonjëherë kështu plak, apo bën sens tash që e thua me zë të lartë? Kjo është sepse është veti brenda popullit. Po themi, është veti brenda popullit. Ajo mënyra e folurit. Jo, nuk është e shtirë, dhe prandaj është një moment që e bën dhe filmin më të relatueshëm dhe më të besueshëm. Se në fundit ai është filmi është një produkt imagjinar që ti e sjell dhe e bën të besueshëm dhe të afrueshëm dhe të përthithshëm për personin tjetër. Po është shkencë më vete, domethënë, dhe këtu fatkeqësisht mungojnë studime mbi këtë gjë. Unë ende nuk e kam parë një libër mbi ekranin shqiptar. Kam parë regjisor që kanë bërë libra shumë të mirë mbi kineman në tërësi. Kam parë maksimumi profesor Përparim Kabon që ka bërë antropologji të artit shqiptar dhe ka futur brenda studime dhe intervista me aktor dhe regjisor të kohës së Enverit, por një libër serioz nga një regjisor ose nga një studiues ose nga një sinefil, pra adhurues i kinemas, mbi filmat shqiptar nuk ekziston ende në dijenin time. Dhe kjo është e vlefshme edhe për muzikën, për vallen, për etnografinë e tjerë, janë duke u zhdukur që të gjitha këto gjëra. Po dëgjoja edhe para ca ditësh edhe bile e nxora edhe në Instagram, domethënë para nuk e di sa legale, është një pjesë të çlirim dënë i Pirati i Zemrave, domethënë, edhe unë nuk i përkas atij brezi që e ka shijuar atë këngë fare, unë mbaj mend çfarë të VSH-ja ku diun ku na dilin në përca vende, domethënë, edhe prap diku këtej, nuk e di ku i bie fiks subkonscienca, domethënë. Po, të ngacmon diçka. Të ngacmon në plak, edhe unë herën e parë që dëgjova ma nxor YouTube, kështu, algoritmi, se ndonjëherë bën ndonjë gjë të mirë YouTube, se gjatë gjithë kohës është pak shiti, po ndonjëherë i thret mendjes. E thash, ua. Po kjo, është fiks më si ajo kënga e Aurela Gaçës, Lot dhe Marzi që i jepej kur bënte ajo ora tik, ajo me ngjyra të VSH-ja, pa ke parasysh në mëngjes para se të iknim në shkollë. Po. E kupton? Edhe janë këto gjëra që vërtet të kthejnë shumë brava, të japin shumë ndjesi të mira, domethënë, po edhe kur e dëgjon, pavarësisht cilësisë të audios apo ku dëgjon se si çfarë të pëlqen ty në ndërlidhjen e rreshtave ose në zërin e individit, si këngë goxha ikonike plak. Po ka qenë dhe periudha në të gjithë botën. Në vitet 70-80 ka qenë periudha e artë për tërë botën. Mendoje të pak domethënë dhe në Amerikë, nga Amerika deri në bllokun sovjetik, edhe këtej nga Irani,
Arabia ka qenë në rregull situata, mund të kesh parë edhe në foto ato kohën e tyre më të ardhur, atëherë e kanë pasur. Ka qenë koha që nuk besoj që do vi më. Ne do ka qenë ato videot e kinematografisë siriane, domethënë që kanë qenë lart fare. Po Egjipti etj. Po gjithë bota ka qenë në periudhë më të artë, po të themi, nga ana ekonomike. Po neve kemi vuajtur çik ekonomikisht nga 8 vjeta etj. Okej. Nuk është sekret, nuk është ndonjë batalli i madh. E kanë fjalën si gjendje, si aura që ekzistonte nëpër botë, ishte kryesisht paqësore, argëtuese dhe njerëzit ishin duke dhënë majën e elokuencës së tyre artistike. Ishin duke shprehur veten e tyre me mjetet më të mira dhe me teknikat më të mira. Dario, pse sot nuk çfarë mendon ti domethënë përveç kësaj që e din gjithë që është komercialiteti, duan të bëjnë lekë etj, se këtë e dim. Po unë jam i bindur që në tani një këngëtar apo një këngëtare apo 52 gjenrat e tjera që janë sot, domethënë kur mund të bëjnë 10 këngë, po minimumi njëra tjetër të saktë, po unë nga këto të gjitha hip hop tot konsumi vitor, domethënë unë e mbajmë tani kënga e Bleros, ktheu ti, nuk ka birë nënë që nuk e njeh. E kupton? Edhe ai për famë ka bërë, ku dëgjon, nuk e di për çfarë ka bërë, puna vet për çfarë ka bërë ai, e kupton? Por që janë këngë që mbahen, fotografia, domethënë. E ke parasysh? Sot maksimumi të bukura janë ato që i ka vjedhur melodi, për shembull ke Dua Lipën që i ka vjedhur melodi, e ka marrë melodinë nga këngë më të vjetra ose ato që janë me sample të këngëve të vjetra. Këto janë këngë të bukura. Kanye West, për shembull, që ka bërë sample, që bën ato Breeze, çfarë ke parasysh nis? Po. Është vështirë se ekziston një numër finit kombinimesh të atyre notave muzikore. Ekziston një kompozim finit notave muzikore, po është infinite. Atë riffin ajo është Baku i kthyer mbrapsht. Jo, po. Kjo është. Nuk e di se kush është një riff, e shpjegon vetë ai kitaristi që ka marrë një riffin në tij më të famshëm, e ka Bakun e kthyer mbrapsht, Beethovenin, diçka e tillë. Sepse nuk ke nuk shpik dot gjë nga e para. Puna që neve kemi harruar të imitojmë, se dhe ata që kanë bërë super këngë, nuk është se i shpikën të tërë nga truri, merr elemente. Dario, ne kemi harruar të imitojmë, por duke harruar të imitojmë ose të refuzuarit të imitojmë, vjedhim. Por e vjedhë puna e artistit të vjedhë është, por ne nuk dim të vjedhim. Edhe Tarantino në filmat e tij, që po themi është një nga regjisorët më simpatik, nuk po them më të mirë, se ka sigurisht nuk ka probleme, është shumë i mirë. Person që ka lënë shenjë, por që nuk mund të marrë një Oscar, po ka lënë një shenjë goxha të madhe, njerëzit filmat e atij njohin si filmat e Hollywoodit të ri. Ai çdo skenë ka një si quhet kjo, tribute, pra një lloj respekti për një film tjetër, sa ai ka parë gjithë filmat e tërë botës mundësisht. Ose të paktën të Amerikës, ai ka parë të gjitha, është rritur shumë në dyqan kasetash, e ka. Ato janë informacione që edhe unë kështu vën për podcast e kam dëgjuar, se as unë se di. Ato i vëre, domethënë një kineast, një njohës si kinemas, që këtu ke kjo skena pas ka marrë këtë lloj vendosje e kamere, që e ka vendosur kështu atë të bagazhit etj, nuk se ka shpikur vetë. Por ai është koshient për këtë gjë dhe nuk është se e mban sekret. Unë po i them njerëzve, këtë gjë bëjeni më vëlla. Vjedhni, edhe nga shqiptarët. Problemi është se neve nuk kemi të edukuar mbi trashëgimin ton shqiptare. Ose kemi paragjykime shumë të mëdha mbi të. Regjizori shqiptar që futet në shkollë për regji filmi nuk e di, përveç disa rasteve të pakta me disa pedagog të mi që na i kanë sugjeruar të shikojmë, në shumë pak raste ose në as pak raste edukohet mbi trashëgiminë e vet të filmit shqiptar. Mund të kenë problemet e tyre, 1 milion probleme mund të kenë filmat e asaj kohe, por nëse nis nga zeroja pa një lloj trashëgimie, pa kuptuar se ku ka qenë filmi shqiptar, ku është dhe ku duhet të shkojë, nuk bën dot film, sepse nuk mund të krijosh një univers nga hiçi. Duhet të dish se çfarë je duke vjedhur, di se në që kontekst të duke u futur, si është konteksti i ekranit në këtë vënd vëlla. Kjo është nuk mësohet kjo gjë në shkolla, por kjo është baza që duhet mësonin në për shkolla. Vetëm tek këtu në gjë nga vetë pedagogët
ardashe, pedagogët dashamirës. Pra Bre, e them, shiko, mungojnë Dario, nuk libra, kanë- mungojnë studime, mungojnë interesi, ndonjëherë edhe fshihen, mbahen fshehur në mënyrë të qëllimt, dhe ti duhet të gërmosh për arkiva. Ko bota i ka të hapura gjërat. Mirë, normalisht, po unë kam një përshtypje, mbase që gabuar, po unë si di të gjitha. Po jo çdo kush mund të bëhet këngëtar, më burri dhe di, unë shikoj se nga që e kam edhe faqen e podcastit që është shqyr po ecën mirë tash mbas asaj gjëmës që na bën, po dërgojnë njerëzit që nga ato këngëtarët e rinj. Ore, amana burr, nuk ka një nën, një motër, një kushëri që i thotë ore vlla mos këndo, burse do lësh kokrën e namit. Ore, po nuk ju vjen çik zor nga vetja, ore për veten tuaj, jo çfarë tha Robi, se nuk intereson njerëzit se çfarë mendon Bloni apo Dario. Po vet kur e dëgjoni, nuk ta vret çik veshin e burrit. Ore të plasin tëmblat ata, sa e vë kufjet në vesh, thoj o zoti i madh, më merr tani se boll ndonja. Po të paktën po bën diçka me jetën e vet, edhe po nëpërmjet dështimit edhe mund të mësoj se mund të shikosh filmat e mia, tytet e mia të para, thua ky s'ka për të bërë ndonjëherë regjisor, bie fjala, ka dhe këngëtar që po ti dëgjosh këngët e para, thua s'ka mundsi ky të bëhet këngëtar i mirë më vonë. Po e marr si ideale, le t'i lëm një çik benefit of the doubt edhe atyre që bëjnë këngë varilesht, që unë si dëgjoj fare më nxjerrin gjak nga veshët, nuk dua të keq kuptohemi, por më mirë t'i lëm të bëjnë atë sa mos bëjnë asgjë plako, sepse diku duhet shkarkuar ajo. Ka diçka njeriu, nuk e di çfarë quhet energji, se s'duhet përdor terma. Po i ka vlla bëu hidraulik se s'ka njerëz kush ti lidhi ujin e çezmës tash e burse s'do bëjnë gjithë këngëtar, nuk do bëjnë gjithë regjisorë. Të vi unë tash po kam unë një ide të bëj. Ajo pastaj është kur ke portë shumë sepse regjisor, aktor, këngëtar të mëdhenj jashtë, po themi në Amerikë që i njohim neve Eminem e këto, para se të merrshin një deal të madh me një shumë të madhe parash, punonin hidraulik dhe këngëtar njëkohësisht. Asnjëherë mos e kufizove një pse do më merrem unë me muzikën. Do ta hash vlla. S'të fali, është bota është njëre pa mëshirshme, nuk është se kemi nevojë për muzikën tënde specifike se dole ti Mozarti i ri. Ama po ditë si ti argëtosh njerëz dhe njëkohësisht ditë mbash dhe frymën gjallë përmes një pune tjetër që mund të jetë hidrauliku, elektricisti, rregulluesi kondicionerëve, bëhet gjë shumë e mirë, paktën për jetën. Dhe çameti nëse s'do bëhesh muzikant i mirë, do bëhesh hidraulik i mirë. Po të shohë këto dy s'di çfarë të them, se ndorzo. Tani e kupton. Po miro, Dario. Për mbyllje të kësaj bisede të kësaj pjese të parë. Këtyre unë nuk flas më tani. Ça janë nga 25 sipër apo le të themi 30 sipër, nuk është se i drejtohem me këtyre pyetje, po fëmijëve të vegjël, gjimnazista apo ku dëgjon valla, studentëve të rinj, domethënë që pavarësisht se çfarë studiojnë, çfarë punojnë apo çfarë nuk punojnë, e kupton, por që kanë diçka brenda që duan ta marrin mundimin, po nëse marrin, po çfarë i këshillon domethënë, nga fillohet. Kaq. Bëre një pyetje të vjetër sepse në rastin e filmit tim, vajza që lexon Zërin bashkë me mua është aktualisht në vit të tretë gjimnaz dhe do të bëhet regjisore teatri dhe aktore. Pra është një person që e ka ndarë mendjen. Unë nuk e di si është gjendja nëpër gjimnazet e Shqipërisë në tërësi, por nëse je gjimnazist ose dhe në 9 vjeçare dhe nuk di se çfarë të bësh me jetën tënde, ama ke një talent, ke një ëndër, provo të kundërtën e kësaj gjë, shiko se si do ndihesh, qofse nuk të shtyhet jeta teksa ti e privon veten tënde nga ky lloj talenti, pra nëse të pëlqejnë shumë filmat, ti nuk e di a do të bëhesh regjisor apo jo. Provo një javë pa parë filma. Qofse fillon dhe qan mas një jave, merre seriozisht atë ëndër që ke. Mos e lër. Sepse është diçka që të përmbush qartësisht. Qofse do të këndosh, provo një javë mos këndosh në dush apo nëpër karaoke, kudo që e provon zërin. Qofse qan pas një jave, do të thotë që e ke ëndër atë gjë. Sepse po ta duash me vërtet diçka, fillon në mënyrë natyrshme qan, të mungon ajo gjëja. Këtë do i sugjeroj, provoj një herë cold turkey nga ky pasioni. Po që se duam në vërtet ka për të reaguar trupi dhe truri njëkohësisht. Është diçka për te trupit dhe
dhe mendjes, është për mua qëndron tek shpirti, e bukur e arti qëndron tek shpirti i njeriu, dhe ka për të dhënë sinjal ai software-i, shpirti i njeriu ka për të dhënë sinjal hardware-it dhe do ndjesh diçka. Pastaj si është për t'ja dalë është e vështirë, është goxha e Tani dyshimt. nuk do e japësh recetën gati se nuk është buk. Unë fëmijëve të mi do i bëj këtë që do luaj çik me psikologjinë e kundërt. Që nëse do shikoj dikë që ka qef e zën piano, do bëj sikur nuk dua ta lë të shkojë në shkollë për piano, e zën. Në mënyrë që ai ti fiksohet mirë në tru kjo ëndër dhe të bëj të kundërtën e asaj që dua unë në thonjza dhe ta marrë seriozisht, sepse fëmia do të bëj rebelin para prindit. Po. Duket e qartë? Dhe në atë mënyrë edhe unë kuptoj, a e ka seriozisht me vërtet apo e ka thjesht hobi që ka për t'i kaluar, se hobi kemi të gjithë na kalojnë, edhe unë kam pas dashur të bëhesha muzikant, por se kisha seriozisht. Aty e kupton kur ta ndalon dikush ose kur ja ndalon vetes, ose kur thosh dikush jo, ke për të bërë doktor, ke për të bërë ke për të mbaruar juridik në vend të shkollës së artit, atëherë po je gati për të vazhduar. Duke i mbajtur këto fjalët në mendje miq, nga ky episod ndahemi dhe vazhdojmë në pjesën e dytë të kësaj bisede me episodin tjetër. Bashkë mirupafshim dhe qëndroni me ne. Dario, rishifemi. Shihemi. Në krye të herës ish një zë. Zëri ish me zonë. Zëri, zu, fill, zu, një zana fill. Dhe kështu Tingëllon, hynorja këngë, me isën e Zos, krijohet gjithçka. Thotë qofsh, e ajo është, qiell e tokë këndojnë një psalm. Lindi bir i tokës e qiellit, një qëngon, dinë e një, kështu njeri, ja ngjitëm emrin, një shmërin ka detyrë të gjej. Por djallëzia vjen e rëmben, mbot tundimit atë e zbret, lulja pranverave duhet të qel, po edhe vjeshtave vyshket e bjen. Teksa eci luginës së territ të vdekjes, frikjo nuk kam, trimërohem prej teje, hidërim në këmbej me të mirë brënda vetës, drejt gjallëris ushqehem me vesën e engjive. Shko dhe gjej një udhë të mbarë, që lartë shpije, në kopshtiet zemrës. Roket dritën, o ti bujar, gjithë çfarë humbe, ti brenda vetes. Buqim në bu, CHI, bu, CHI podcast.